për me ndryshu këtë mendësi, për me ndryshu një kryeministër, i cili diaspor nuk e shesi armë elektorale me përdor kundër oponentëve politik, po e shesi një mundësi unike për me zhvillu ekonominë, për me zhvillu shëndetësinë, teknologjinë e kështu me radhë. Veç nëse mu i me shtu vetëm edhe një fjalë të diaspora, se vërtet që vetëvendosja mandje tenton të ketë një lloj pronësie, po them kushtimisht, mbi diasporën, sikur e gjithë diaspora është vetëm e saj, por se sa ka respekt për diasporën, u pa në qeverinë e kaluar, kur dy ministra që fillimisht i solli nga diaspora, të dy dha ndërheqje. Për faktin se nuk arritën, nuk ju dha mundësia që idetë e tyre, cilat a i donë të t'i silte në ato njohërit për diasporën, të mund t'i zbatonin, sepse të dyve ju pa mundësua puna. Pra e kam fjallin për ish ministrin e shëndetësisë edhe ish ministrin e FSK-s. Pa ashtu në zgjedhjet e fundit lokale, njeriu më i sulmuar nga ish kryeministri Kurti ka qenë kryetari i Prishtinës, i cili është njëri që po ashtu vjen nga diaspora, dhe ju kujtohet se çfarë i kërkonte përpari Ramës, sonte bilete një drejtimshë për Londër. Pra, ti kur e ke ndërmend që me të vërtet me e integru diasporën ose me e kthy, me bo pjesë të saj, ti ja jep mundësin. Jo vetëm ta përdorësh atë dashurinë e madhe që ata kanë për Kosovën dhe t'ja marrësh kushtimisht, po tham, zemrat me fraza populiste, me fraza nacionaliste, duke di që ata kanë ndjesinë e mallit më të madhe për Kosovën, madje edhe ti të krijosh armiqësi, sepse kemi pas shumë shpesh raste kur diaspora, unë nuk i fajsoj ata njerëz, sepse kanë ra në grackën e vetëvendosjes, kur madje kanë kërcënuar zyrtar këtu në Kosovë dhe për pasoj janë ballafaquar me procese gjyqësore, madje edhe janë dënuar. Do të na duhet të shkëputim veç